Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut mëshiruesi, mëshirbërësi. Të dashur besimtarë, të nderuar televizionistë, radiodëgjues, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi ju. Dhe ju urojmë sërish të mirëseardhjen në këtë edicion të programit të misionit të Muftinisë së Shkodrës me tematike hadithet e Ramazanit. Për të ndarë mendime, urtësi dhe këshilla, mesazhe të ndryshme fetare në disa hadithe që ne i kemi përcaktuar sot në këtë emision, ne kemi të ftuar hoxhen e nderuar, imamin e xhamisë së Rusit këtu në qytetin e Shkodrës, zotëri Besim Barbulloshi. Mirë se keni ardhur, Besim. Mirë se u gjeta. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Atëherë ne kemi si tematik hadithet e pejgamberit alayhis salam dhe sot ne do jemi përpara 3 citateve profetike, të cilat do nxjerrim disa mësime dhe urtësi mesazhe nga ju pikërisht, dhe pikërisht është hadithi i transmetuar nga Abdullah ibn Amri radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, transmeton se pejgamberi alayhis salam ka thënë: agjërimi dhe Kurani ndërmjetësojnë për robin në ditën e Kiametit. Agjërimi thotë: o Zot, e kam privuar nga ushqimi dhe epshet gjatë ditës, prandaj më lejo të ndërmjetësoj për të. Ndërsa Kurani thotë: e kam privuar nga gjumi i natës, prandaj më lejo të ndërmjetësoj për të. Edhe të dy lejohen të ndërmjetësojnë, pra qoftë agjërimi dhe Kurani. Atëherë pyetja e parë që mund nxjerrim nga ky hadith, si e kuptoni ndërmjetësimin e agjërimit dhe Kuranit famlart në ditën e gjykimit. Bismillahirrahmanirrahim. Kur thojmë Ramazan, automatikisht kemi thënë edhe Kur'an. Dhe mënyra më e mirë për kalimin e Ramazanit është edhe leximi i Kuranit. Leximi i Kuranit, domethënë leximi i fjalës së Allahut xhaleshanu, dhe pse jo edhe kuptimi i saj. Kur thojmë ndërmjetësimi i saj, Allahu xhaleshanu, domethënë këtu kuptojmë një mirësi shumë të madhe që Allahu xhaleshanu na ka bërë pikërisht në muajin e Ramazanit. Ku shohim që në muajin e Ramazanit janë shumë gjëra që ndërmjetësojnë tek ne besimtarët. Po një ndër to është edhe agjërimi, që ne një periudhë një mujore e kalojmë, që privohemi nga disa gjëra, nga ushqyerja atje. Dhe kjo gjë ne kuptojmë që Allahu xhaleshanu këto vepra të mira, pra ne e çojmë këtë një vepër të mirë. Allahu xhaleshanu ka bërë që veprat e mira të ndërmjetësojnë tek njeriu. Dhe leximi i Kuranit dhe agjërimi janë dy vepra të lidhura ngushtë me njëra tjetrën, që këto kanë me ndërmjetësu tek Allahu për robin si vepra të mira. Pra sa më shumë që ne të bëjmë vepra të mira, ku agjërimi një, domethënë duke u privu tek disa gjëra gjatë muajit të Ramazanit, dhe Kurani që janë, unë do të them tamam që janë disa gjëra janë më të natyrshme të Ramazanit, ku këto dy gjëra më të natyrshme do ndërmjetësojnë për atë që është qëllimi i krejt neve në ditën e gjykimit, për me fitu xhenetin e Allahu xhaleshanu. Atëherë, si mund ta motivojmë vetveten, por edhe të tjerët, për të lexuar sa më shumë Kur'an, pra meqense është muaji i Kuranit në Ramazan, edhe që të agjërojmë në mënyrë të rregullt, pra si mund të motivohet njeriu? Ne duhet të kuptojmë diçka, se Ramazani nuk është thjesht një privim. Nuk është thjesht në thojza një dietë, që ne thjesht gjatë një periudhës një mujore nuk ushqehena, nuk pimë tjerë. Ne duhet të kuptojmë që Ramazani është edukim. Ramazani është një stërvitje për ne, ku në 12 muaj Allahu xhaleshanu ka zgjedhur një muaj që ne ta edukojmë veten tonë, ta edukojmë me durimin tonë, ta edukojmë në formën fizike, sepse nuk është e lehtë që një periudhë shumë të gjatë të privojmë veten nga ushqimi. Po kjo nuk është në dëm të trupit, sepse shumë shkencëtar, doktorë e kanë vërtetuar që kjo është një pastrim për trupin tonë. Prandaj që ne, pra përveç mirave shpirtërore,
ka dhe dobi të Kur ne anës kuptojmë fizike, po. që Ramazani është edukim për ne, atëherë ne do të kthjellohena që këtu është një e mirë. Këtu është një e mirë që Allahu xhaleshanu e ka bë për ne. Prandaj që ne e nisim me bismillah këtë punë, ne e nisim me një mirësi këtë punë. Dhe duke pa që në Ramazan dhe me që është muaji i Kuranit, më merr mendja që për asnjënin prej nesh nuk është një diçka e lodhshme, nuk është një barr që të ulena dhe të citojmë, të kuptojmë fjalët e krijuesit gjithësisë. Jo thjesht të lexojmë një Kur'an dhe thjesht ta bëjmë një hatme, që t'ju thënë tjerëve kam bë kaq hatme tjerë. Është njësoj që në këtë muaj të madhnueshëm të Ramazanit, unë jam ballë për ballë me krijuesin tëm dhe po dialogoj me te. Po e kuptoj atë se çka ka dashur më thonë mu, përveç se po e lexoj, po të njëjtën kohë dhe po e kuptoj krijuesin. Pra Zoti na flet nëpërmjet Kuranit apo jo? Po. Edhe kjo është rëndësia e leximit të librit të Zotit pikërisht në muajin e Ramazanit. Atëherë duke vjuar me të nëse nuk kemi diçka tjetër për të shtuar, përveç këtyre që ju përmbledhet, në hadithin tjetër që kalon në një tjetër tematik është transmetuar nga Alqame dhe El Aswad radiallahu anhuma, Allah qoftë i kënaqur prej të dyve, tregojnë, ishim me pejgamberin alayhis salam dhe ai na tha: o ju të ri, pra i drejtohet brezit të rive, në qoftë se keni mundësi të martoheni, sepse kjo gjë shërben për të mbrojtur syrin dhe për të mbrojtur nderin. Kush nuk ka mundësi, pra pastaj kalon në pjesën tjetër për pa mundësinë, le ta agjeroj sepse ai shërben për të mbrojtur. Baron hadithi profetik. Atëherë pyetja që lind në këtë citat, si ndihmon agjerimi një personi që nuk ka mundësi të martohet? Siç e thash edhe në fillim, Ramazani në fakt për ne është një mundësi ku ne mundena me menaxhu veten tonë. Nëse e shohim jeta e çdo njerit prej nesh për momentin, kjo monotoni është ndërtu në një mënyrë ku në disa momente çdo njeri prej nesh kur nalet, kur frenon po thot më pas ka marrë kjo jetë përpara hën. Mund shkojmë vrullin e kësaj jetës. Ndërsa Ramazani është pikërisht ai muaj që ne na bën të stepen apo të ndalojnë apo dhe të mendojmë. Dhe pikërisht kur vjen puna tek martesa, nëse mundem po dal nga konteksti pyetjes juaj, unë në fakt desha me nis nga martesa ku dhe pejgamberi alayhis salam ju thot të rive që të martohen. Nuk është pikërisht thjesht akti i martesës, domethënë që të martohen domethënë të rit. Këtu kemi një diçka. Kur thojmë martesa, unë mendoj që pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam këtu i ka dhënë një shtys të madhe familjes. Këtu i ka dhënë një rëndësi të madhe familjes. Jo thjesht martesa, është krijimi i familjes. Nëse e shohim për momentin, nga shumë anketa që janë bëtje, çdo vit e më tepër numri i martesave është në ramje. Në ramje, po. Çdo vit edhe më tepër si rrjedhoj bine dhe familjet apo jo. Fiks, dhe martesa dhe mosha e martesës është edhe shty edhe më tepër. Këtu domethënë këtu pejgamberi alayhis salam këtë gjë ju thet të rive para 1400 vjetëve, të rive atëherën. Nëse e shohim tash për momentin, ky është një problem serioz për momentin jo veç në vendin ton, po gjithkund. Sepse pse nol kjo gjë? Kjo gjë nol sepse po na serviren disa shembuj, po na serviren nga rrjetet sociale, nga emisione të ndryshme ku gjithçka është kundra familjes. Gjithçka është kundra krijimit të familjes. Dhe kjo të rit po i trem.
Domethënë që nëse njëri e ka bën një të krijojë një familje, e sheh që jeta që atë që e rrethon nuk ka se e mbështet fort për krijimin e një familjes. Dhe në momenti kur një i ri nuk e ka mundësinë për me kriju familje, qofshin këto edhe mundësi monetare, hallas dërman ka me anu nga pjesa e keqe. Dhe duke anu nga pjesa e keqe, kemi të bëmun pastaj me atë kundërtën e krijimit të familjes, të kundërtën e martesës, një prishje të shoqërisë, ku vetë pejgamberi alayhis salam prandaj na thotë që martohuni. Ndërsa për ato që nuk e kanë mundësinë, pejgamberi alayhis salam thotë agjerimi, dalin prapë përsëri tek ajo që agjerimi është ilaçi i çdo gjajet. Nuk është fjalë për në Ramazan, por është se duhet ta dinë se Ashtu hadith nuk ka lidhje me muajin e Ramazanit. Por vetë se është përmend fjala agjerim, prandaj ne po e trajtojmë, pra kjo është për çdo kohë agjerimi apo jo. Ky është një akt, është një akt i përkushtimit ku Allahu xhaleshanuhu është një mënyrë për të disiplinuar vetë kontrollin e njeriut. Kontrollin, qartë. Është një domethënë agjerimi, siç e thotë Allahu, edhe jashta Ramazanit, ku ne kena një sunet shumë të mirë, shumë të bukur ku pejgamberi alayhis salam e ka bërë ditën e hanë edhe ditën e ejte. Domethënë kjo është si një person që sa më shumë që bën sport, një person që sa më mirë ushqehet, një person që ndjek një rrugë të mirë jeteset, ai gjithmonë është i suksesshëm. Edhe kjo gjë është një disiplinë për njeriu. Në momentin kur njeriu e disiplinon veten, siç e thamë edhe më përpara, një person që nuk anon nga krijimi i familjes, këtu nuk dona që mos të keq kuptona, këtu nuk dona që me thënë që çdo njeri që nuk anon nga martesa mundet më ra prej gabimeve, po një njeri që sa më shumë që disiplinohet me veten e vet, aq më shumë ka me kënë edhe larg gabimeve. Zotri besim ju i përmendet disa pengesa që privojnë. Domethënë që mund të jenë disa arsye që të martohet pra njëri. Po si mund të kapërcehen këto pengesa të martesës? Pra është një problematike sot me një sfidë që përballen shumë të ri për të gjetur mundësinë e martesës pra me një vajzë që plotson ato kushtet e veta sipas traditës islame, që është pra feja, besimi, edukata, soji, pasuria, bukuria, të janë pra katër që janë përshkruar e cilësinë nga hadithet e pejgamberit alayhis salam. Pa si ka përcjell këto pengesa që ju i vu duke në fillim të trajtesës së këtij hadithi? Duke u nis nga tek hadithi më përpara thamë një diçka të bukur që çdo punë e mirë, çdo punë e hajër që bëhet ka me pas ndihmën e Allahut xhaleshanuhu. Edhe një ultim që e bëjmë për hir të Allahut, për të çuar një amanet të Allahut tek një vend tjetër, Allahu xhaleshanuhu ka me lehtësu këtë gjë. Një fjalë të mirë që e bëjmë, një ndërmes e tjerë. Edhe martesa është një ndër këto punë e mira, pse se ti po kontribon për krijimin e një familjes. Ti po kontribon për shtimin e shoqënisë. Ti po kontribon në shumë të mira në edukimin e shoqërisë. Është e vërtet, nuk mundena të anashkalojmë edhe vështirësitë që janë të kohës, e sidomos edhe ato ekonomike, po nuk më merr mendja që edhe më përpara nuk ka pas vështirësi ekonomike. Në kohën e prindve tonë, e gjyshave tonë, etj. Nuk e mohoj që edhe më mrapa do të ketë se s'bën, ndoshta nuk do të ketë vështirësi ekonomike, do të ketë një vështirësi tjetër. Prandaj që të rit e kësaj kohe, në momenti kur, siç e thotë edhe ju, plotësohen kushtet më të rëndësishme që kanë të bëjnë për sa i përket martesës, çdo punë e hajrit që niset me lejen e Allahut, çdo punë e hajrit që niset me fjalën e Allahut, Allahu xhaleshanuhu nuk ka muhim që
atë ka me lehtësu. Po, sepse agjerimi në këtë rast, do ta kuptojmë, është një terapi e përkohshme, se nuk mund ta çojë njeriu vazhdimisht duke agjeruar. Ashtu është. Por është një terapi e një kohë të caktuar për ta penguar, domethënë për ta ruajtur ndryshe Disiplinu. për ta disiplinuar nga syri, se këtu përmendet nga syri, pra për shikimin haram edhe për të ruajtur nderin Ashtu është. e njeriu të besimtar. Por kjo është e përkohshme dhe kështu që duhet që të gjej zgjidhjen edhe të martesës, të krijimit të familjes edhe të vazhdimit të brezëve etj etj. Por unë do të theksoj në një, domethënë nga kalimi i pengesave është edhe vetë institucionet shtetërore që janë vetë shteti me ligjet e veta, shkolla, institucioni fetar që është besoj gjithmonë është aktiv për të zhvilluar familjet, për të ruajtur këto fenomene, për të larguar sigurisht edhe sfidat e ndryshme, pra kërkon një bashkëpunim, një koordinim që t'i jepet mundësia njeriu që të martohet, pra të krijojë familje, edhe të mos lejoj disa element ose gjëra të cilat e pengojnë, apo jo? Në fakt, vështirësitë e kohës sotme është pikërisht Ka një trend të çuditshëm e kundërta asaj që thot ju. Kemi një jo koordinim të mirëfillt. Pikërisht. Pse, domethënë, për momentin rinia, për momentin njerëz munden jetojnë bashkë, ndoshta në çatin e një ose kanë leju këtë bashkëtesën, domethënë një lloj ose një institucion i rrezikshëm mund ta quajmë kështu, apo jo? Kjo nuk ka të bëmë, në fakt kjo nuk ka të bëmë as me institucionin e fesë, kjo nuk ka të bëmë as në kulturën tonë, në zhvillimin e kombit tonë, kjo është një diçka që jo vetëm në vendin tonë, po në asnjë vend tjetër nuk duhet të jetë kjo. Se ndoshta tema nxjerr duke mos dashur edhe me u zgjat, tema nxjerr temele. Nuk është thjesht martesa. Allahu xhaleshanuhu, domethënë nëpërmjet martesës, jo vetëm mashkull, por në këtë rast femrën e ruan edhe më tepër nëpërmjet martesës. Pse? Në momentin kur krijohet një akt i martesës, ne kemi një nikah legjitim, ne kemi një mehr, domethënë kanë shumë gjëra që nëpërmjet martesës Allahu xhaleshanuhu i ruan të dy, qoftë në mënyrën ekonomike, qoftë në mënyrën karshi Zotit, qoftë në mënyrën e vazhdimësisë së shoqërisë, prandaj që sa më shumë që ne largohena nga kjo gjë dhe anojmë nga këto tjerat, jena larg çdo lloj përfitimi, qoftë përfitimin në këtë botë, po edhe përfitimin pra jemi larg qëllimit në botën tjetër, për cilën jemi, domethënë ekzistojmë në këtë jetë të përkohshme. Atëherë duke kaluar ose duke u rikthyer ndryshe edhe një herë tek Ramazani, sipas një hadithi tjetër tashmë të Resulullahit alayhis salam, se ka thënë që transmetuar nga Ebu Said el-Khudri radhiyallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, syfyri është ushqimi i tij është bereqet. Pra në çdo syfyr ndryshe ka dhe transmetime tjera të haditheve që es-suhur bereke, pra syfyri ka bereqet. Prandaj mos e lini edhe sikur ndonjëri për jush të pi një gëdhënke ujë, sepse Allahu xhaleshanu dhe melekët e tij bien salavat për ata që bëjnë syfyr. Pse mendoni se pejgamberi alayhis salam pra siç edhe ka cilësuar syfyrin si bereqet? Pse është bereqet pikërisht? Në momentin kur lexova këtë hadith, çfarë bereqeti është ky? Në këtë rast bereqeti është më kujtohet gjithmonë një fjalë e të mushumve, sidomos edhe e gjyshit tem, po mos u gabosha ashtu edhe këtu në traditën edhe në kulturën tonë. Gjithmonë kur dikush bate një punë të hajrit, bate një punë të mirë, të moqmi thoshin ke ka çu heret.
Domthon gjithmonë kjo pjesa e çumunit herët ose e sabohut ka kanë hajër, ka kanë bereqet. Ka qenë bereqet. Fjala Bereqet. Nëpërmjet këtij hadithit kur them që mos lania sy fyrit me është e vërtetë që ndoshta edhe nëse nuk bëjmë syfër, nuk ka se prishet agjerimi asaj dites. Po këtu kemi një diçka shumë interesante. Këtu kemi një seriozitet të besimtarit. Tu kemi një seriozitet, domethënë që siç e thamë edhe më përpara, në 12 muaj, domethënë Allahu xhaleshanuhu prej nesh don një muaj që ne të përfshina, siç e them ne, me mishe me shpirt në 100% tonë. Dhe në momentin kur ne, domethënë e kemi bën një që tani jena në Ramazan, e kemi bën një që këtë muaj të Ramazanit, unë bismillah, unë do ta xheroj, domethënë ti për momentin ja ke dhënë fjalën krijuesit të gjithësisë, ja ke dhënë fjalën vetit tënd, i përgatit fizikisht, shpirtnisht, dhe kjo tregon seriozitetin tënd. Dhe zgjimi në syfër tregon edhe një seriozitet që ti, domethënë, e ke fillu ditën me bereqet dhe jo kot një ndër vaktet që pejgamberi alayhis salam e ka përmend shumë, një ndër vaktet më të bereqetshme dhe më të mirë është edhe namazi sabahut. Dhe përveç kësaj zgjimi në syfër, thjesht për me pi gotë ujë, domethënë që pejgamberi alayhis salam ne ka dashur na thonë, në momentin kur ti çohesh për syfër, ti falur edhe namazin. Pikërisht. Domethënë ti i çu, domethënë e ki pi gotë ujë, po në atë moment kur ti e ki pi atë gotën e ujit, ka kënu ezani i sabahut. Dhe ti, përveç se more mirësin këtë bereqetin, si thet i dërgumi Allahut, përveç se more bereqetin se shpërblimin e bën edhe syfyrin, po të njëjtën ku ti falë edhe namazin e sabahut. Ku në namazin e sabahut, syneti namazit të sabahut, ka mirësi, ka bereqet, sa të mirë të kretë kësaj dynja, lene ma të përmendim ndoshta farzin. Prandaj që një person që ndoshta e privon vetin nga syfyri, njëjtën ku e ka privu vetin e tij edhe nga namazi sabahut. Prandaj që syfyri, për këtë ka thënë pejgamberi alayhis salam, syfyri është bereqet sepse Allahu dhe melekët e tij bien salavat përmbi ata që bëjnë syfyr. Pra këtu kemi edhe salavatet, kemi mëshirën e Zotit, por edhe të melekëve. A keni ndonjë përvojë tuaj personale, zotëri, besim që ju e keni vuajt mirësinë dhe bereqetin e syfyrit? Me u thënë drejtën, përveç kësaj që ju përshkruan nga ana teorike, pra që ka këtë dobinë e faljes së namazit edhe, por njeriu e ndjen atë bereqetin, pse jo, dhe edhe gjatë Ramazanit, për te Ramazanit, e lidh me pikërisht me këtë hadith. Është pikërisht, se konfirmuar, pra është bereqet, s'ka dyshim, është bereqet. Është pikërisht një moment ku çdo njeri prej nesh kur gjen një moment të qetë në natyrë, atje ku na çellon ndoshta, ku çellon si jena, çdo njeri prej nesh një ushqim shpirtnor, qoftë në mal, qoftë afër detit e tjerë. Në momentin kur njeriu zgjohet në syfyr, tamam në atë pjesën ku është gati për mu fal namazi sabahut, çdo njeri prej nesh e ka nijat mirësinë dhe e ka nijat qetësinë që ta jep ai vakt. Domethënë, këtu mundën me thonë edhe syfyri, mundën me thonë edhe namazi sabahut, ndoshta edhe më përpara, edhe namazi i natës, mundën me fut ndoshta pjesë e këtij orarit. Është një orar që çdo njeri prej nesh e ka nevojë. Është sidomos jo me kot pejgamberi alayhis salam, namazin e sabat dhe namazit e yatsis i ka dhënë një rëndësi, sepse edhe në namazin e yatsis tanë prej nesh e kena përjetu këtë gjë. Në momentin kur e kena fal namazin e yatsis, sikur trupi jonë, sikur ne nuk ka sa është barë, po ish liruar nga lirona dhe e marrim atë kënaqësinë që e kryme detyrën
5 namazeve ditore e Pra, kry me është fundi- detyren, fundi i ditës së agjerimit. edhe i mor me i nima ata mirësit. Prej Namazi i agjerimit. sabahut dhe pikrisht kjo koha syfyrit është edhe ajo koha që ti duhesh me mlall forcat edhe me fillu një ditë marë, një ditë mirë, me bekimet e Allahut xhaleshanu. Dhe një person më merr mendja është njësoj që kur thojmë një punë të mirë duhet mu fillu me bismillah. Një person që e fillon ditën e tij me bismillah, me syfyrin, me namazin e sabahut, me këtë mirë, nuk më merr mendja që ajo ditë ka mi keq, ka mi në Shiko, formë unë mendoj negative. se kjo syfyri është starti ose fillimi Pikërisht. se mos bërja e syfyrit i ngjan si ati që hyn garë në gjys garës. Ashtu është. Apo hyn gjys Ashtu është. garët dhe mundot Këtë bashkohet. mundena me e pa, ju falenderoj se edhe më kujtut, domthon këtë mundena me e pa edhe në formën e fiziologjike, domthon sepse nga koha syfyrit deri në kohën e iftarit është një periudhë kohore. Po. Dhe një person sa të pak që ushqehet në me një atë pikë kohë, me një domthon përmend, po. kjo gjatë trupit ton ka mi bë dobit e veta. A ka ndonjë rëndësi mënyra e syfyrit se këtu në traditën tonë ka filluar, por në vende tjera të rajonit për shembull në Kosovë, në Maqedoni e presin syfyrin zgjuar. Por një pjesë e jona këtu për shembull në Shqipëri në Shkodër, pra konkretisht pushojnë njerëzit atë që quhen syfyr. Cili është sevapi më i mirë? Duhet pushohet pa? Për ta prishur gjumin apo nuk ka rëndësishme që të bësh syfyr edhe Për me pas- pa kaluar një orë se 2 orë kështu. Për me pas një Ramazan sa më të bereqetshëm, edhe ky trup është amanet i Allahut xhaleshanahu. Për me pas sidomos jena në një periudhë ku çdo njeri prej nesh është i angazhuar me punët e tija. Po, sigurisht. Në qoftë se ne, domethënë, arrim në atë pikë që trupit ton i japim edhe pushimin e mjaftueshëm Duhur, po. për të përballu një Ramazan sa më të mirë, kjo është edhe më shumë produktiv, duke pas parasysh që nuk marrën çdo gjë me iftar. Ne kena namazin e jacis, mas namazit e jacis, kena Pra, teravit, e tjerë, prandaj na presin disa adhurime, ibadete. po, kur bëhet fjalë për namazin e tahajjudit e tjerë, domethënë këtu kalojmë edhe një pjesë tjetër që E natës. është edhe nevojshme. Unë mendoj që njeriu, çdo njeri prej nesh e din trupin e vet. Trupin e vet, po. Çdo njeri prej nesh duhet ta koordinojnë në atë mënyrë që të jetë sa më shumë produktiv. Dhe të shijohet Ramazani. Ramazani është për mu shiju, Ramazani nuk është për me privu ose për mu mundu. Ramazani është me shiju, me marr mirësitë e këtij muajit madhënueshëm. Atëherë, i nderuari Barbullushi, përpara se të kalojmë të mesazhit, dua një përgjigje të shkurtër në lidhje me aktivitetin tuaj si imam në xhamin e Rusit, një nga lagjet e vjetra të Shkodrës apo jo. Si ka kaluar deri tani ditët e para ose ku kemi mbërritur të Ramazanit? Shifni ndonjë dallim nga viti i kaluar se vitet e kaluara? Si ju duket? Unë më ndryshe? u thonë të drejtën, ka 4 vite që jam imam në xhamin e Rusit. Në momentin që u ktheva direkt nga studimet në Turqi, kam vazhdu të shërbej në xhamin e Rusit. Falënderimi ta kanë Allahut, sepse çdo vit e më tepër është në përmirësim. Çdo vit e më tepër, ndoshta gjatë ditëve tjera ka persona që ndoshta nuk i shohim ose ka persona që janë me angazhime tjera, po sidomos teravit në xhamin e Rusit kanë një kënaqësi të veçantë. Kjo dallon më shumë. Kjo dallon komunikimin ndërmjet njëri tjetrit. Ramazani është i mirë, Ramazani është i bukur, Ramazani është një diçka veçantë që Allah është një dhuratë e madhe që Allah xhaleshanu na ka dhënë ne. Sepse këto teravi e bajnë sebeb që njerëzit takohen me njëri tjetrin, njerëzit të pyesin për hallet e njëri tjetrit, njerëzit gëzohen me gëzimin e njëri tjetrit. Kështu njerëzit edhe
vehen ndjeni për gjendjen e komshiut vet. Qartë. Sepse janë po ato njerëz të asaj lagje që ndoshta gjatë ditës, gjatë një periudhe normale ndoshta edhe nuk shifen me njëri tjetrin. Prandaj që bëhet sebeb ky Ramazan, bëhet sebeb kjo teravi që ata shihen me njëri tjetrin, takohen me njëri tjetrin, evidentojnë në gjendjen e gjithë secilit. Dhe vehen në dijeni me njëri tjetrin. Prandaj që Ramazani për çdo vit në xhaminë e Rusit është gjithmonë edhe më i bukur dhe inshallah edhe më mirë, edhe gjithmonë më mirë do jetë për xhamatin e xhamisë së Rusit dhe për krejtë xhamatlitë e qytetit. Atë mesazhi ju i fundit drejtuar teleshikuesve, radiodëgjuesve, besimtarëve pra në tërësi, cili do jetë? Përveç këtyre që thamë, pra që përmendet në hadithet. Njerëzit besimtarët duke marrë shkas këtë Ramazan, duhet të jenë më të kthjellët dhe duhet të jenë pak më të lidhur me njëri tjetrin. Vllaznia ndërmjet nesh dhe bashkimi ndërmjet nesh duhet të jetë më i fortë. Duhet të jena më të lidhur me njëri tjetrin dhe duhet të jena më të komunikueshëm me njëri tjetrin. Mundana me pas problematika me njëri tjetrin, mundana me pas po them fërkime me njëri tjetrin, derte me njëri tjetrin, ama është e mira që këto të zgjidhen me komunikim. Këto të zgjidhen duke kuptuar në njëri tjetrin. Ramazani është një muaj që po du më shtu edhe një hadith shpet pas gjatë që pejgamberi alayhis salam thotë nëse dikush mundohet të bëjë një grindje me ty ose të marrë një situatë jo të këndshme me ty, jena një muaj ku ne thëmë që jo unë jam agjërueshëm. Prandaj që ne na ka mësuar edhe manualin e reagimit apo jo. Jena në një periudhë ku duhet jena më të lidhur me njëri tjetrin. Të lidhena me njëri tjetrin. Mendoj se këtu i vjen pika e mesazhit tuaj, se kjo është një nga mesazhet e rëndësishme që të ruajmë komunikimin dhe të dimë të kuptojmë njëri tjetrin. Kjo ka shumë rëndësi. Kur kuptohet secili dhe kupton mendimet, synimet dhe ka sens menimi, ka logjik ideja, ajo është bukuria e bisedës, e lidhjes, por gjithashtu në dashurinë midis njerëzve për hir të Zotit fuqiplot. Unë të falenderoj sinqerisht Zotin Besim për pjesëmarrjen edhe për idetë dhe këshillat që ndat me ne përmes këtyre haditheve profetike. Allah shpërblet. Gjithashtu. Të nderuar teleshikues, të dashur radiodëgjues, këtu dhe i vjen fundi i programit të sotëm me tematikë hadithet e Ramazanit, organizuar nga Muftinia e Shkodër me rastin e këtij muaji të begat të Ramazanit, ku kishim të ftuar teologun Besim Barbulloshi, imam i xhamisë së Rusit këtu në qytetin e Shkodrës. Deri në takimin e ardhshëm, si gjithmonë ne lutemi që të jemi në kujdesin dhe mbrojtjen e Allahut Azza wa Jall, qofshi gjithmonë në mëshirën e Tij, qofshi të pashë me vete, me familjen, me komunitetin, me të gjithë njerëzit pa përjashtim. Nga unë Arben Hadhuni, ju përshëndes. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Iftar të mirë dhe Allahu ju pranoft agjërimin.